estetike, ku bën të gjitha extensions, shërpikët, botox, thonjt. Po unë me bë botox për shembull. Pikët nevojshme ballin. Ballin, po ta bëj herë botox me rrëp shtëpi, u çoja në mjes, më thoshin gjithë, pas ke pi mall, me rrëp shtëpi edhe panaj se bën ama. Ti po për shembull, pse ngrin edhe, ngrin kesh është. Ngrihet çik pjesën e ballit për shembull, bëja kështu. Të shef ke shumë rrulla. Po ta bësh deri tani, po ta bësh tani, nuk ndikon mirë. Mi mos on i bëj edhe i çik kur të plakem, që të ngjarë i ri. A kupton? Jam 32, unë kur shkoj 40, filloj me botoxe, paf. Filloj bëj dhomët, paf. A kupton? Prandaj jam tu i lënë. Kur të plakem, të rin ta kemi shans rinimi. Po pra, Tesh. I zgjot. Kozaku, keni punë tjetër apo vetëm... Po me qa merresh ti Kozak? Unë me qa merrem, ja tregoj. Unë merrem me shumë gjëna. Unë merrem, fillimisht merrem me TikTok, që marr një rrogë. Shqyr zotit. Po falenderoj. Sa kalamaj ke, 3? Unë kam 4. 4 kalamaj? Qa thuare? Janë gjithë të rritur. Një kam bërë tani në pleqëri. Ke bërë dhe një plej, po mirë, bravo të qoftë. Duhet dhe një, qa ke, quna gocë? Kam një gocë shumë të bukur, e cila është 15 muaj. Ha be edhe shofe. Në internet, tash unë zidola vetë. Le, s'ka që. Në kështu në për internet tash s'kam qef. Jo, le, s'ka problem. 4 kalamaj ke. E le pa fjalë, e le me gojtë hapur. Prandaj edhe ti bëj shpejt kalamaj që triten me njëri tjetrin, ti janë si shok. Bëjnë si zjaj Fernanda Bacima, da tu sy janë gipsimi, a besën në shtule? Val ti vetë beshtëm të shlafën, ti se e myre. Okej, vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak thot pyete pak këtë zonjën. Okej. Nëse nuk do ishe gazetare, çfarë profesioni do kishe? Floktore. Po, më pëlqejnë flokët, më pëlqejnë. Unë jam, kam edhe këtë, se unë kam parukerin dhe punoj edhe vetë, nuk është se s'punoj, nuk është se i rri punës afër. Tash, kjo ishte ëndra ime është gjithmonë që bëja të merresha me flokë, me make-up artist, artist. Okej. Kozak thot, seriozisht jam shumë kurioz, a di sa vjeçë është? Sa vjeçë e? Po tani bëhet çik llogarin. Unë isha 90 vjeç. Jo, unë do me ditë në llogarin. Unë bëj do llogaritë e mia dhe bëj llogaritë e tuaj. Unë bush 41. Ere? 21. Po. Kozaku, sa vjeç je? Po unë i vogël jam 24. Ja, se Jo, si je. Është më shumë. Unë jam 32 vjeç me rrëp shtëpi, se s'm trem mosha. Mosha veç numër. 32 vjeç jam. Te çaka. Normal për moshën nuk flitet. 32 vjeç nënë motra me qenë edhe 100 vjeç në jem si 20 vjeç. Me rrëp shtëpi. Jo. Ka rëndësi, nuk ka rëndësi mosha, ka rëndësi sa njësh. Okej, vazhdojmë me pyetjen, habelojmë pak lutem. Po, ti vetëm fiton, unë s'fitoj fare. Jo, çfarë fitove ti? Jo, A do lozim me nëj dënimër. me çfarë? Hajde natë në mirë bashkë. Unë nuk loz. Jo, prit marrë dhe ty pak në pyetje. Prit, okej, se do loz me gocën tate pash. Prit, bëjmë një pyetje tamam ty. Prit, ku të ikësh ti? Unë me zë. Hajdeni këtu. Gjeta i rrëp serioz, se për zotin kam bë vetëm intervista. Për zotin intervista e parë dhe e fundit. S'futem më këtu në tash. Ja, mirë mos të fut pas, nuk është se ke bën një gjë për zotin se muhabet ke bë. Okej. A më dëgjon, nuk është se ti ke hyrë këtu dhe ke bërë në një muhabet më normal ke bë, si çfarë jetu bë. Nuk është se ti po bën në një gjë të pahishme ose në një gjë u bubu. Ai fiton se sa beta ke live. 5.000 vetëm. Shikoj një herë mamit si funksionon kjo loja. O ti Migena, si ka mundësi që s'm kanë thirrë mu në për Big Brother valla? A do të futesh aty? Jo, këtë vit jo, ç'e du? Okej, nëse do të futesh. Këtë vit jo se s'ka konkurrent, a kupton, janë veç Flori hyni i shoku im. Ata të tjerë 3 herë më kanë thënë për Big Brother. Po si ka mundësi nuk më kanë thirrë mu valla? Po fute aty s'flas më me gojmë. Asnjëherë. Se çka kam, jo më të futesh, nuk ka një gjë. Ti futu, për zotin futu. Po s'm kam thirrë se do isha futur.
Po Ngena pyetje një herë ti. Se kuptoj si e thirrën atë Flori. Nga që shan shumë thënë njerëzit. Duhet me pastru pak imazhin për zotin, duhet me ndru plak. Mirë je. Si jo të marrin, duken person i rrezikshëm, ç'a më marr. Po do kisha më shumë teleshikues po t'isha futur ti. Ato normal do. T'isha futon. T'isha futon. Tan shpinë kisha boçora për. Se di, kanë qenë aty disa fytyra që dhe unë jam habit. Pse është fut filan Pastaj për të shah që thoni ju për keshar. O ka shajt i lir vrenozi, o s'ka shajt njeri. Respekte për Ilirin se kam për ta supërtu se e kam qefër. Tani për sharje, gjithë kanë pashajnë deputete. Po më kanë frikë se i duken person shumë i frikshëm. Ti? I duken shumë i rrezikshëm. Jo, për zotin jo, s'dukesh. Mi më nuk po them që jam, po i dukem aty në. E fute kot tash. Ne nuk e i rrezikshëm. Vazhdojmë me pyetjen e radhës për Migenën. Migena, a ke lozur ndonjëherë bixhoz? Jo, se kam iden. E kam seriozisht. Për atë zotë mam, nuk e kam iden, ase kam iden fare të bixhozit. Pse kam iden tani? Do mësojmë. Ç'është ajo? Do kisha përshtypjen që po t'i dija këto lojra do luzja shpesh, do isha e fiksuar pas lojës. Jo, për zotin, kjo bë me hy është shumë e keqe si është smundje. Seriozisht është smundje. Vazhdoj me pyetjen e radhës. Kozak pyete ku jeton, po e pyeta më, o Aleksi 07, o Babloku vllaj, shumë respekte. Që ç'a bën njerëz, vetëm gjujnë. Po edhe këtu. Skandal. Vetëm emrat. Kot fare. A je tip që beson kollaj? Besoj, kam besu shumë kollaj, po dhe jam zhgënjur shumë, edhe nga personat që i kam dashur shumë. Çfarë quan zhgënjim ti? Personat që i kam ndihmuar, që i kam qenë pranë, që kam bërë gjithçka për ata persona dhe ma merr mendja se ato persona po më dëgjojnë tani. Dhe ata persona më kanë lënduar, më kanë kthyer shpinën, edhe më kanë lënduar. Kur futet një person i ri në familje. Më kupton? Edhe aty shkatërrohet gjithçka. Pyetja tjetër? Direkt. Kozak thot pyete pak, a di me dhën makinës me marshe? Apo vetëm automatik? E kam pa shaka. Po normal me marsh, diskutohet marsh automatik, vetëm patenta kamionit mungon thuaj dhe pilot. Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Kozak thot pyete pak Genën. Cila ka qenë dita jote më e lumtur? Përveç kalamajt, larg kalamajve. Ku erdhi Sara? Dita më e lumtur ka qenë lindja e fëmijëve. Jo, përveç kësaj. O pa shpeja. Kur mora masterin. Ka qenë dita ime më e lumtur, kur kam marrë provimet, kur kam pas rezultat në jetë. Okej. Kozak pyete pak këtë zonjën. A e kishe menduar ndonjëherë që do kishe kaq familje të madhe? Jo. Dëshira ime ka qenë të kisha një çu një gocë. Tani kam 4 yje dhe jam shumë e lumtur. Po t'isha një 30 vjeçe dhe kisha bërë 7 kalamaj. Nine. Sepse i dua shumë. Po, si familje madhe. Kozak, pyetja është i Kozak si kalove, jam doktoresha e spitali. Dua ta pyesësh të zonjën ka lindur vet apo me operacione, thot? Vet. Okej, Kozak thot pyete pak të zonjën. A e kishe menduar ndonjëherë se do ishe live me Kozakun? Kurrë, s'thashun Kozakun e kam dëgjuar si emër, edhe të përshëndes, por unë këtë gjë e bëra vetëm. Çfarë jam rreth të shtëpisë, përderisa ne të bëjmë muhabet. Njerëzit kot në Pa shef më dha, shef që kam namin kot më rrëp shtëpi. Kam namin kam. Asnjë gjë tjetër s'kam. Po i thare sepse mu lut, mama do dalim. Ma e ka postuar në story, e ka hedhur në WhatsApp, duhet të dalim në Instagram. Po seriozisht, unë jam çuni mirë, më dha, nuk e di pse keni këtë menim të keq për mua, nuk jam unë ai personi që shajmër, ai njeriu rrugachmë, unë jam njeri me super edukat, më dha.
me ty? E di çfarë mendoj unë? Çka kanë ato me ty? Kam menduar se ato i kanë sharë, ky i ka kthy mbrapa. Jo, Bravo, bravo. Do tani nuk është pse nuk më shan, pse nuk ka shan ai? Pse s'të ofendova ty me një fjalë, me tani fjalë me tu. Po pra, Allah ta vëllzoti, u bëf 100 vjeç. Jam ra shurçuni tani. Me mshajti mu nga fëmia, nga gruaja, nga familja, po tani çka ka me të thënë ty? Ose të vish ti të flas, ose të vish ti të flasësh për shembull fjalë të pista, tani do më shpëtoj edhe mu një fjalë pistë, se do unë bukës i them se si them gur. Kupton. Tani vazhdojmë me pyetjet e radhës. Kozak thot pyete këtë zonjën thot. Okej. A ke shkuar ndonjëherë në një plazh nudo? Jo. Çfarë është ajo? Jam Kata. Ah. Kozak thot pyete pak. A i dëshiron diskotekat? Po. Muzikën e kam qef, muzikën shqiptare e kam qef. Kozak thot pyete pak, a është e vërtet që merr pjesë në çdo lloj feste shqiptare që është në Gjermani? Jo. Kozak thot jam një çun, pasha kishën e lashit. Ai e lexon me. Kozak thot jo janë saktë me të mesazhe. Me tregon Kozak një thot mesazh. janë, po jo se nxjerrin unë, nuk jetë janë private këto, puna ime kjo. Kozak thot jam një çun, thot pasha kishën e lashit, jam shumë kurioz me ditë thot, a ke pirë ndonjëherë lëndë narkotike? Jo për atë zotë madh, as nuk e di, unë jam shumë analfabete për sa i përket kësaj të kur. Kaloj një herë me Sarën, thot Sara mban era kështu, i them ku di ti që është kjo erë kështu, më fjalë, nuk e kam Nuk e abë. përdor asnjëherë, bravo më Për rrosh. kokën e Sarës jo. Ja, As s'ka pije që. folin dhe as drogën. Jo nga që, jo themi të vërtetën, jo me bokshu, ka shumë njerëz që e kapton kurioziteti, i ka shty me, Mbase në një moshë shumë të re, mbase kam thënë, çfarë është kjo? Çfarë është ajo? Kam pasur shoqëri shumë mirë që më thonë, po rjogen se nuk është për ty, se ti nuk pin as alkool as gjë. Edhe kjo është shoqëria e mirë kur të thonë që Kozakt, dakord, Kozakt thot kam një super mega pyetje thot, siç thua ti, super mega pyetje. Kam një super mega pyetje Kozakt thot pyete Genën, Gena, a ke tradhtuar ndonjëherë ose a të kanë tradhtuar ndonjëherë? E ke fjalën Kisha laçi çashi kjo. Wow. Në motor. Qa ishte më dha? Po pestata. Po mi gjujnë edhe nga emisioni që jam të bëdha, emision serios. Ke qef me e pa më quna, audiencë, pa thënë i fjalë të pistë më vdek familja. Ke qef me e pa këtë live, me shenë edhe me njerës të shpismër. Hyni pa pik me raku, me rëp shpijer. Rrini pa me rak se i fjalë të pistë se them për kokë denaros. Hyni pa pik problemi. Fillojmë në orën 12 e mrapa është O Kozak, avazi. sa kalamaj ke qef të bësh? Unë për zotin kalamaj, ka me... Tani unë të bëj sa të ma japi zoti risk, po derin 3, shë me bë mërë. Okej, Me operacione aq bonusja, rëp, se po të bote më shumë, rëp të ushtri do bëja. Po shë me bë derin 3, a kuptam. Po, Se i ka bë me operacione, edhe nuk bë do të më kalamaj më shumë se 3 rëp. Mund t'i bësh edhe 4, po do të me rezikurë. A kuptam, edhe mund t'a rezikojmë, nuk i di. i kalon pushimet Kozak? Unë pushimet i kalojnë Mykonos. Hajde. A kupton, Mykonos kisha lashit i mirë vesh me fletëre. Ore, në Mykonos me shkute